Gjykimi për zjarrin në Koçan fillon pas një jave në sallën digjitale në Idrizov. Institucionet janë zotuar se gjykimi për zjarrin në Koçan do të zhvillohet pa probleme. Seanca gjyqësore nuk do të shtyhet dhe të gjitha masat e sigurisë do të jenë në nivelin më të lartë. Në konferencën e sotme me gazetarët, prokurori publik i shtetit tha se gjithsej 15 prokuror do ta trajtojnë rastin dhe se nuk do të ketë shtyrje të seancave nga ana e tyre. Gjykimi fillon më 19 nëntor në sallën e re digjitale të gjyqit në Idrizov. Në organizim të gjykatës penale Shkup, saktësisht pas një jave, gjykimi për tragjedinë e Koçanit do të fillojë në sallën e re në Idrizov. Në konferencën e sotme me gazetarët, gjykata njoftoi se po merren të gjitha masat e sigurisë për të siguruar që gjykimi do të fillojë pa asnjë pengesë. Diana Gruevska-Ilievska, gjykatësja që do të drejtojë rastin, nuk ishte e pranishme në takimin me gazetarët mbi detajet teknike të gjykimit, të cilin kryetarja e gjykatës penale, Daniela Dimovska, tha sot se do të jetë sfidë serioze për gjykatën. Megjithatë, Dimovska garanton transparencë maksimale dhe dinamik të shpejtë të seancave. Prokuroria është zotuar gjithashtu se nuk do të ketë shtyrje të seancave dëgjimore. Ekipi i prokurorëve do të zgjerohet në 15 të tillë, por secili prej tyre nuk do të marrë pjesë në të gjitha seancat dëgjimore.